Në bashkëpunim me fundjavën ndryshe, ne nxënësit e shkollës Vatra e Dijes jemi sot në zonën e Baldushkut për t'ju ardhur në ndihmë disa familjeve në nevojë. E gjithë nisma ka nisur nga një projekt në Lundën e Matematikës, ku nxënësit krijuan produkte, gatuan ushqime të ndryshme, i shitën në oborrin e shkollës dhe të gjithë shumën vendosën që ta dhuronin për bamirësi. Bamirësia nuk varfëron.